Të dashur banorë të komunës së Likovës, sot jemi me një ditë shumë të rëndësishme për vendbanimet e komunës tonë dhe jemi në fazën finale për të lëshuar ujin e pishëm për pije për tërë vendbanimet e komunës tonë. Falë Zotit dhe falë të gjithë autoriteteve të cilët ndihmuan që sot t'i vjene fundi dhe të lëshojmë ujin për pije për tërë vendbanimet e tona. Duke pas parasysh se kjo është një projekt kapital dhe më i rëndësishëm për komunën tonë, arritëm që gjatë viteve të kaluara të kompletojmë gypin kryesor nga Penda e Glazhnjës në drejtim të fshatit Likovë, pastaj vazhdua për fshatin Hotën, Mateq, Vishtic, Nikushtak dhe krahu tjetër nga fshati Likovë në drejtim të fshatit Orizar, Opaj, Orizar, Slopçan, Vaksnic dhe Llojan, dhe duke pas parasysh fazën tjetër ku jemi këtu te filter stacioni për tërë vendbanimet e komunës tonë, ku kompletua me të gjitha kushtet, standardet e nevojshme për ujë të pishëm, pastaj objekti sedimental këtu afër që e kemi, rezervarin e madh 1000 kubikësh dhe stacionin e pompimit. Ndërsa për rekonstruimin e rrjeteve në përfshatrat, rekonstruimin e rezervareve ekzistuese dhe ndërtimin e rezervareve të reja, arritëm që t'i përfundojmë në bashkëpunim me të gjitha autoritetet e nevojshme. Kështu që arritëm deri te faza finale nga kjo padrejtësi shekullore që është bërë komunës së Likovës, duke i pasur dipenda në territorin e vet, arritëm që të përfundojmë këta projekte dhe të lëshojmë ujin për pije nga data 3 prill 2025. Kështu që apeloj deri te banorët e fshatrave Likovë, Orizare, Slupçan, Vaksnic, Llojan, Mateq, Vishtic, Nikushtak, që të dorëzojnë kërkesat e nevojshme deri te ndërmarrja komunale Penda për të lidhur kontratat për shfrytëzimin e ujit, ku ndërmarrja komunale do të delë në teren, do t'i kyç të gjithë personat fizik dhe juridik. Mendoj që është një moment shumë i rëndësishëm për komunën tonë dhe i dëshiroj qytetarëve tanë shëndet, ta shfrytëzojmë ujin për pije për të mirë dhe valla Zoti të vazhdojmë me projektet e tjera.